aman te molla. Ti te molla shkoj, shemoj te molla. Aman te molla, aman te molla. Aj, të mori bosh, një fargoti ne jemi dasht. Stita se kjo do të shkon, dash tjetrin e don. Ajsha, ku keti moj Ajsha, 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 ku keti moj Ajsha, Ajsha, Ajsha. Keti moj Ajshe, moj te darda, aman te darda, aman te darda. Ti te darda shkojshe, moj te darda, aman te darda, aman te darda. Aj, të mori bosh, një fargoti e jemi dasht. Stita se kjo do të shkon, dash tjetrin e don. Ajsha, ku keti moj Ajsha, 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 ku keti moj Ajsha, Ajsha, Ajsha. Pas këngës që sa po të gjua, më shkuat që të vazhdojmë rrjedhën e emisionit Ftohtë e Nxehtë Samër dhe të ftojmë një super aktore. Një aktore shumë të dashur. Leo, a je gati? Hajde. 3, 2. Hey sister, go sister, soul. Blerina Veseli, hajde Blerin. Shqyqe. Një ambient. A, bre, Leo. Leo, hajde Blerin, që me të qëllim të aboni Leo. Se Leo kështu, një duar të rëkitje të madhe për Blerinën. Faleminderit. Hej, sa mirë që bardh. Po, bre. Edhe Leo, bardh. Edhe sa ditë bardh. Më thotë që nga dita e bardh. Blerin, ka ka ndryshu të Blerina prej intervjisës tonë të fundit? Jo diqka, një vjetë më e madhe, fatkeqësisht ku u plakëm. Tash jemi pak në pushim, jemi të shiu qëto pushime, ju së ka pas në i farë ndryshime, kështu që nështë e vlenë me cekë me thonë, ha, që kjo ka ndodhë diqka, jo, as kur gjë ma e mirë, as kur gjë ma e keqit, qatë. Së është që diçka s'ka të rëkit kur gjë në derë? Jo, bre. Ale, Blerin. Qa me? A e ke pa intervjistën tonë të fundit, shtu? Mos ma kujtati mu intervjistën tonë të fundit, se unë jam konë të kere, kër unë ke thirë dhe më ke thonë që është prank. Edhe nuk e di nëse na i herë jom tutë ma shumë. Se vish nuk e disha që ka po ndodhë, edhe për një me arbesën përveç që e kom kolege, është shumë qike e mirë, edhe është shumë shoqe e mirë, edhe momenti kur tha jom të shku në spital, ma ndej kur telefonove te, thash ku me ditë me kanë është, a i ka ndodhë diçka në rrugë, shka po ndodhë, kër unë ke thonë, prank. O, thash ka njerë është mirë që nuk jemi ofër, se ato reagimet e momentit mund të me qenë. Nesë unë e prita na i fakturën, ma gjutë se të këtë fakturat kemi pagu, po mirë shërzotit se ke pas fiksisht 50 kom prit për fakturën. Së qashtu ishme me regulore të pashkrume. Për një me, a? Po, stani të përshku me ditë që me ndodhë mas 5 dite. Okej. Videon e fundit që e kom pa prej teje në rrjetet sociale është që ju të vështris i shqit një kjerët edhe pa pas njetë. Po. Edhe i ndërëni. Flitët që bojnë pazare shumë, për ndryshe në atë kohë, në gjuhë popullore, se qysh muna me thonë, i kanë thonë tugjarë. Jemi tugjarë. Edhe shumë problem. Do me thonë, ka u konë edhe një fore ma herë që kanë thonë as gjakovarë s'kanë mujtë me bo me vushtrenali. Kështu që po, për pjesën e kereve, tregut kereve, janë shumë tregtar të fort, po kjo pjesa
menoj që kam pas shumë njerëz që janë ngull me një farforme në tregun e vushtrisë, për çat arsye edhe ka met kjo fjala ta shesim për i lirin për goll 5. Po, e vërtet. Do më thonë, kështu shë po pazar, A mo jem pazargji. Më dojnë Jo, Okej. A e ke përdor këtë remin, në thoi zatë vushtërisë në herë? Me shqit në sena, me... Po, pazar bëj. Bëj pazar edhe ku bëj mas shumë ti. Nuk e kam shumë zakon kështu, po në Turki. Në Turki edhe ata shquhen si tregtar, edhe dyqysh vetë bres e ka atë qefin e vetë mu shty pak për qme mi apë malen që ka që qështu e ka pak. Edhe në Turki është vendi vetëm ku më bëj pazar, edhe bëj pazar kështu taman, ose uli qmimin për 50%, ose nuk e marrë qatë produkt heq, çfarë do shoftë. Më ka ndodhë që me uli qmimin për 90%. Granit, mos kina i roj, a ne ka najtë më qelësh. Më ka ndodhë në Turqi, tu dojsh me më shqit diçka për 100 euro, më thonë më la për 10 euro ditën e një Ka skandal, shfarë, a pësheleu? Po në vigilent? Gjilonit o keve që dijet. Valla, unë dyshoj që e ka na i roj, ka une. Po na i ka najtoja në pyta ta prente me. Blerin, aktivet këm pa shumë sa i përket edhe serialet shumë ta qyshte nusja me shkollë pa shkollë. Tu pa mas nej, tek pjesa e serialeve, frizerkat, e krejta këto, dhe serialet të ndryshme. Qysh përja del tash, do më thonë, prej rollit në roll, a ka në e roll që është lona e rem në kry? Po, për që ato edhe na si aktor mundohemi me qenë pak ma të kujdesshëm sa i përket roleve, karaktereve, personazheve. Pa tjetër që si aktor kime dhonë diçka prej karakterit prej vetës në secilin personazh, po dush me pas kujdes që mos me u mishnu, për arsye se mandej nuk mundesh me u shkëput prej ati personazhe dhe në çdo rol tjetër del personazhi i kalum. Normal që është pak e vështirë, se duhet kogja punë, kogja analize, kështu, mirë po nashta edhe unë që e du shumë si profesion, edhe është profesioni që mund ka kompletu si person, ka njerë nuk isha dhe vështirësit. Kuptohet që të qenerit fytyrë publike edhe shumë e dashun për publiku të njëjtën kohë. Fatmirësisht. Publiku është ai që t'jep energjiet më motivon. Po ka ndoshta ai ditë ku thjesht as nuk dën me pa kërkën, as me postu, kur gjë, po pra puna këta këto t'i lyp. Po. Qysh jenë ato ditë që truri dhe shpirti thonë nalë, po puna ta kërkojnë me pa tjetër me bo diçka? Këshërë, është normale, mi pas që ato, unë e fatmirësisht edhe njerës që më nalin, më qasën, më flasin, pa dyshim, është janë 100% shumë të mirë, edhe janë shumë të sjellë shumë, edhe janë shumë të kujdes shumë, po nuk e kam shumë të vështirë, realisht më të tregu drejten, se edhe kur po të nalin, po të hepe një farë energjie, edhe pse nëse te ki një ditën boring, e latë, e stresume, pa gjomë, ose shka do që të ka ndodhe, i ki qatë energjin e njerëzve që pa tjetër që e merë. E mandej që ajo energjia aty po të shtymë për pare dhe pe harron që e ko në lodhën ose ki stres ose ngarkesë, po të knaqen. Një fjale e mirë kështu të hep një farë Shumë ka rëndësi. Ndërvedia i merë i thita ato informacione dhe të gëzëm kështu. Po, atë lodha i faktit që në moment që ke dalë për i derës të shpis, ose të banes, ose s'pedi ku për rëmë. Banes. Plus nuk kam lift, i bëj apel komunës më bu lifte se marrë uva, kur po kam me bojt harqë. Sekreti pse Blerina e ka një të mirë janë shkallë. Shkallë. Se s'ka lift. Atë ndodhë që të qenurit në humër, që do është gjithë qysh me kesh kështu, atë ndodhë që në erë ku shkëshpi më të pinë në... Po qysh jo. Pa tjetër që po. Zjenjë. A për mëna na e këtë të më thonë ljumë, kështu. Po zakonisht nuk më bjen me bo kështu busqeshjen fake, falso. Se për një me, do me thonë vetë janë pozitive. Edhe kur të kam rasti takime kështu me njerë, qoftë për punë, qoftë edhe veç për qef që më nalin, për shkak se më respektojnë edhe i vlerësoj shumë, besom që janë qaq të mirë sa që për një me më keshët. Se ka që si raste që shtin me kesh. Hajtë me në mana e rast diçka që ke kesh shumë. Se jo ndët kur takosh me ndë njerëz që ta thët në e farë fjallë, kështu që të qetë për toke, për dashnisë, sa asaj që është mësu me një rëllë, ose të ka pa me një musafer për shamu që ndodha din, drejtë që të qyshe vete. Ka shumë,
Jo ashtu, po në rast që mu edhe më ka shti me kesh, po të njëjtën kohë se kuptojsha, ka qenë me një market. Okej. Hina në market me ble qështu sene për shpe. Edhe s'kom ditë kur gjë jom konë të e këshyr një raft, desha me qitë një ëmbëlsirë, të më kujtu. Edhe tash të e këshyr recetën telefon, se fatmirësisht sot pikemi një tubet gjitha, servume edhe është shumë palidhe mi thonë dikuj nas di me bo diqka, se piki komplet procedurën. Edhe të e këshyr recetën kështu, një farë halal i koft për forcën asaj gruja, di që ma ka hi. Bam! Edhe më ka shty, si me thonë, për një 20 cm mane, edhe jo më këthy tash, kujna qka i bona. Ta hongë drejt shikërit. Edhe me ta të e këshyrë thash, unë falë zoj, s'pot një, kisha harru krej që ajo mundët mu më mjoftë, se unë shokoj me atë goditje. Edhe thash, unë falë zoj, nuk pot një, s'pam njeti mu në ty ti një që ajo të i buat ideali për kolegun që e kam në serial. Thash, pse që ajem të i bu, e kënoqe të rrëm, kënoqe. A shpirtin ma kënoqe se s'ko mujtë në burrit tem. A pasha zoti ty për të këshyri për thoma ti Veroni, që shtë ta kësha bu, po s'kom gëndësu. Po vetë me veti, po pse po ma henoj zoj së mësa katove, e qaj janisa dhe me kesh, po të një të nko dhe mërdhin të vëllo. Sot e kësa ditë e vlerin a jesë pak. Po, pasi. Okej, me qenë se zakonisht je aktive edhe me postime, edhe në Instagram, video, foto, edhe me aspektin e marketingut videove. Qka nuk ish publiku kur Blerina në rrjetet e saj sociale? Kështu, qka nuk isha publiku, nështë ta kish me qenë me shpërnda diçka që ka urrejtje brenda qasoj fotografie, qa dhe qoftë. Une zakonisht mundona me postu qoft storje, qoft diçka, mundona sa ma funny, sa ma energji pozitive, më jep njerëzve pozitivitet, se ka raste që heq pakon ftyrë publike, ka raste që kur kom postu qështu story ose qa do qoftë, me notes pozitiv ose diçka tjetër, ka raste që më kanë ardhë mesazhe prej njerëzve të më thonë faleminderit që po qetë që si storje motivuse se po nihemi mirë. E kështu që mundona gjithmonë me qitë diçka që me i knaq njerë sepse fatkeqësisht, sidomos viteve të fundit, po kemi lajmet këqija, tragjedi prej matë ndryshmeve, kështu që jena lodhë për që aty në seneve. Edhe për një me është shumë keq kur she lajmet këqija të ankohen, edhe unë mundona me shpërnda pozitivitet, jo urrejtje, se jena është e tepruar pak. E vërtet. Jashtë aktyrës që i përmendet, qka nervëzon mas shumëti? Qka bëhet Blerina nervëz? Kur njerëz nuk e shfrytëzojnë logjikën, shfrytëzoj logjikën mër burr. Kuptojnë veç di, unë nashta që e përdori logjikën kështu në 80% rasteve për mos me e tepru me përqindje, me thonë kështu, ama diqysh janë dësanet logjikshme. S'mun është mi thonë dikujna pse se erdhe në ko, ose unë më thonë ty granit, pse nuk më erdhe sot në ko, a unë realisht jam ajo që vonon ata në kohën. A vëdin janë do që se detaje që më mbojnë nervozë dhe më matarojnë, po ju na i sanë kështu shumë. Po ja ku 1 milion në erë, vacë për të vyfshi. Po plakshe. Blerin, kuptohet që ne pak kemi diskutu edhe në intervistën e kaluar para disa muje për bryllat e përkrejta këto, nuk po du me u fut në atë qështjen e pjesës, po du me të pyet diçka tjetër. Atë ndodh, ose atë ka ndodh, ndonjëherë, qush në fillime, ose ta është një person me të nënvlerësu në një moment të caktu, e më pas me u kthy dhe me duar trokit me thonë bravo. Po. Se është pak që më kujtu një rast diçka. Po, jo një rast, shumë raste ka tilla, po shoqja jem, që e kam të përzemërt edhe e kam taman shoqet të ngusht, gjithë më thot ti e shumë tolerante, nuk bën mu konë, dësh me konë ma, kur thu jo, për qatë person më si falë mu. Po në personat zakonisht nuk i largojnë në si forme prej jetës, sepse jo për personin, po për vetën, vetë jam asi tipi, nuk kam qef unë me pas ndërgjegjën e pare hatshme, kam qef unë me konë okej me vetën,
edhe mund është më më thonë që ka dush, më thonë faleminderit, ma ndaj ti vazhdo, po e di sigur që qaj person prap ka mu një kesh të vetja ti edhe ka mu këthy më thonë, hej, bravo se ka raste që s'un kam folin është ta njerës me vjetë, ma ndaj tash jënë këthy, hej, qa po bën më i ti? Që vëlla, ti qa po bën e i mirë? Ka kësi raste mi aftush me po... Ku mësil ta mirë me ty, dhe në që atë pikur ka me tarë në nevëri për vetës. Që kjo po i bjen për afers? Kjo është. Okej. Po du me ndajl pak të këto pjesë e komenteve, fjallëve, krejta këto. A ka nëjë para gjykim që është bo Blerinës, që me një farë mënyre ka lëndusa do pak. Se janë ka njërë do para gjykim, ose do fjallë, ose do një koment, që farë do të qoftë që ta jep një farë lej mës knatësie. Po, këshore, pa tjetër që ndikohësh. Sa do me që njëri që je pozitiv, dhe thu, jo pëse s'mani, në vedia jo të reagon, na njerëz jemi, është ligji psikologjisë. Pa tjetër, normal që edhe komentet negative ndikojnë pozitive, se të knaqet zemra kur është e sa njerëz po dojnë, po të njëjtën kohë, dy njerëz më thonë apo den, ti je shumë njeri i keq, njeri i poshtër, atëherë me patjetër, detyrimisht ti ki më ndalë edhe me thonë, veç pak bret, pse graniti po më thotë unë jam e keqe, çka kom bo. Që aty të shtin ty me mendu pak, me logjiku se ku është problemi. Edhe normal që ti, pa dyshim që një është pak keq, se thu, pse së më tha je mirë, e më tha je keqe. Po, prap se prap, faleminderit edhe për komentet negative, sepse edhe komentet negative e kanë refleksin e vetë, që na reflektojmë se ftyra publike, qoftë këngëtar, aktor, regjisor, kompozitor, DJ, moderator, qka do qoftë, edhe prej komenteve negative, marim një farë hinte, një farë arsye për me mos me bo qëta, me bo qëta. Normal që ta manë s'munde me mi ora krejtve, po me komente negative po mendoj njerës që po dhezin, nuk e di pse, të kohë me oknojnë. Që është, së di, është një teme gjë diskutimesh. Kur jenë makinë, cila është konga që e këndën kështu për pikë qefi që të bjenë menë? Kove të fundit, për shambla, kina e si kongë? Ta shtu ardhë në radio, ke të kënu Ermajl Fejzullahu, cilin unë për vete shumë e du, edhe intervistat e Ermajlit i ngoj me shumë qesë se gjithë i ka do ndodhi njëtë që i ndodhin edhe i ka shumë fani, edhe i bën do krasime te për fani, unë shkrina. Edhe ke konga të fala ke dhe nga... Shumë Allah hile. Shumë. Ja, pa porë. Valla jo. Jo se tani vazhdoj njerës ashtë të vish për pa porë të thirrin. Jo, mëse bat gabim. A nuk të ka shku me një nërë me knua? Jo. Jo, zakonisht. A të shkën zoni kështu? Po, a i do regjisor, do që se po më thëjmë po, më kanë shti me knune për shfaqin e për qëse. Nuk është që e kam, ideja është jo me pas zonin e mirë, ideja është me ditë me knu edhe me ditë ku me mri, se për shambull kongë të Elvana Gjatës, që shiknon ajo është diva. Dini shkomilja me gjisës mikrofonin edhe beba, se pa është ti me knu një referent një kongë dhe cilën dënë kur s'ku me lonë. Pse bregraj, o pse full, o leo, pse së treshe muzikë që ati mu s'muni. Që edhe mikrofonin... Qëre për shfarë stafit mirë. Sadiku për president. Sadiku s'jel... Një duar të vite për kamermanat më të mirë. Bravo. Si një bateriste që je, që luan me bateri, bam, herën tjetër, në mision me gjithë bateri du me të ka. Me harq me vete, Me harq me vete, ose ta që jo, nëse i kom të bateria që atë. Këtë e kem liftin, nuk ludhësh. Heq. Jo, e di, kam qenë këtu. 1, 2, 3. Blerina Vezeli përbara jush me këngën 20 kërsheta ti numrova dhe të ngrohan gjirin tim si dy pëllumba nga shiu i verës u strehuam në qati po dridha shiu i verës, shiu i ngroti dashuris, ma kujton atë puthje në qati, puthjen tënde, aq të mbële kujtoj, t'lutem bjerë e mos undaloshi. Më falni se pak emocionia.
Se normal të nëjma mirë, pasha zote, mos më bullizoni. Okej, hajde shkojnë atje, se atje e këshojmë si e kemi Blerinën. Hajde, Blerin. Faleminderit Blerina mirë se erdhe në shtandin e pijeve. Kemi pije nga më të ndryshmet. Jo, pesho. Kemi me shije të mirë, me shije jo të mirë, dhe kemi edhe një pije me kimikate të ndryshme. Në moment që e pim pijen me kimikate të ndryshme, ishte se shna ishte Blerina një pak dhe një kohë. Ishte knatësi. Ishte knatësi. Blerin, e kemi lojen as po, as jo. Koku. E kemi të shpejt, të rufeshme, dhe e fillojmë me një herë. Tretë koncentrona. As po as jo, s'kam drejt me thonë. S'ke drejt me thonë, as po, as jo. Blerina, prej vushtëris, apo? Qa është të diçka? Sakt vushtëri. Sakt. A e lëndu nga dikush që e doje? Nashta? A e pendu Shumë për presion. në vendim që e ke bo? Deri dikun. A ke hum një mundësi të madhe një që e ke po? Krejt kena hub diçka. E për shembull ma i djala tu ka ofru me të thonë po më pëlqen? Ofrohet, djallë është aj. A ke refuzu një projekt për pare? Kena refuzu. Je mashtru ndo njerë? Jena mashtru. Je ndje vetë mume? Ndjehem ndo njerë. Ki qef një boflok të zeza? Kom qef. Je zhgënyu nga një mik? Jem shgënyi. Ke qarë këtë vit? Kam qarë, shumë kam Do të qarë. ndryshoje diçka nga e kaluara? Nuk isha thonë. Je e lumtur sot? Jam e lumtur. Happy. Se je e lumtur? Se po du me kry që të lojë ma shpejt se shumë kam presion. Ja, falim të Bravo, okej. Qa e muzikë shumë presion, bëjtë? Jo, leon drama të Nga lutem. ky moment, Presion, do të fus në situatë, Okej. me qenë se je aktore, se Se s'po ta dhone që kam u bo, veç si këngëtare që apë, a je mi këngëtare? piju së ornament. Je një nuse dhe po pret brenda 2 minutave me ardhëndri me të marë, por fatkeqësisht vjen lajmi që dhëndri u arratis iko me tjetrën. Do me thonë emocionet e parë. Mam, që shtu këna mirë, që shtu e kanë ato? Mu më kalonën? Shkajaj, me Pas ka shoqën pështu tonë. zotë. Një nuse që menzis ka prit me pas që si burri, që e len ditën e dotë. Okej, një nuse e lumtur. Në fund të ki dënimi nuk po ta të regëj dënimi. Ku ka për mo? Je një police e trafikut, ndalën një makinë. Makina hap dritarën dhe është i shyt. Përshëndetje nderuar, dokumentat e në qarkullimit dhe librezën e kerit. Arsye ndaljes është e kalimi shpejtësisë, dënohesh me gjopë 150 euro dhe 2 pikë negative. A bën jo s'bën? Jo nuk bën, rrinkert lutem për të letrën. Apo mje, Blerin? Blerin, apo mje, unë jam. Urna? Apo manë men kush jam? Granit miftari, po, a jeti? Okej, granit. Po manë mena? Qka të shpejti ka rrut ditët tona, puthjet tona? Shumë shpejt. Si e për më majtë men ti? Nejse. Okej, faleminderit. Vazhdojmë. Sa herë ta preki zilën, ka me ndru emocioni. Okej. Po menoj, a i tu ti që ka po dënë? Ti vazhdo fëllë çka dush. Ndesh bëjnë një monolog, ndesh unë muj me të bo pyetje, po ma miri kësha bo me t'i ndru. Hajde, po me pyetjet ma okej. Fillojmë me të parën. Je një vajzë e lumtur, sepse djali që doje të tha të dua. O jo, zemrën të i për i mirë është lushka. Një grua gjeloze. As fate ku me shku, veç të ato me parku kerën, apo? Të ato pate me shku. Te mu nuk i nevoj më mrejt, se te mas pari për të pëlqen ajo për që ata për shkon ekstra në qatë parking. Gjyshe. O, djoli, në unës mos shka për e te qaj e gëru, se te apësh e kjo vira unë jam maraj të kajtë për ty lebe, në unës le. Një fëmi. Unë për shambull, apo ten, unë nuk i kom funën asoj qikës, kur që unë veç e kom gjutë topin, tani ajo dalë mi ka ngri floka që shto, edhe tani unë ja kom njës me kajtë, kur kom shku të pape, më ka përqitë, më ka funë s'ku me ta bli mu topin kërë. Një vajzë duke mje lopë. Dhe duke anku. Ja,
Unë të rishë, unë të janë të qështu mjellë të ljohu pas e kom mësu. Me dy kishtë. Atë ljute. Qëfar granite. Leze. Do shumë apru ljohu, po zëtë nisi ke plëcu kushtet në emision. S'po më pëlqenë. Nuk më i me lune kështu pa i pas mjetë. Shumë shpejt reagohe. Okej, në qarë të rëkitja se. Leo, ljute. Leo aktivizon më Leo. I feel good. I knew that I would not. Aktori ose aktoria si pas Blerinës nuk meriton të dalë para kamerave. I don't know. Kërë me pije se... Shtova. Tua jemi në një aktorit që ke qenë dashuruar me të. Si më konë. Me Ka aktori. pëlqy. Okej, të këngëtarit, një këngëtar. Po ku Chris Brown jeta jam. Që ja shirë. Po Chris. Se më shka kam unë. Puthja e fundit. Po kun kam më aplikun katedrale për murgesh zi qka të koftë. Këmë harru burë kërë jëmë puth. Qa bëni? Ke arru kur je puth? Okej, shkojmë. A me që të fyrë me dhe me këso që është të hej. Ke dalë ndo një takim, date, me një mashkull, dhe ke thënë, me këtë kur më, Po, arsyeja, 3 arsye, të shpejt për 5 sekonda. qasje vulgare, të ka shti me pagu cekun. Qysh ditën e parë va Më falje për shprejnë, osh. Edhe dyta djali mamit. Më falje. Okej, se qa Nëse po mos derë më të bëj pagu qështë të fakturën 50-50. Po, okej, amo ditën Apo e dëni parë. drejtat barabarta. Absolutisht jo. Shka e drejtat e barabarta? Ashti me pagu krejt të gzë. Jo, ja, krejt më ka thonë, krejt, all in. Okej, Kam Fatima. a ke ndo një rëll që e ke shumë zili të ishte rollet dhe cili është ajë? S'po di, bre, kem qef me lu rolet të mdoja në filmat ndaj. I kam zili Një aktorit. rëll dikujt kështu? Nuk e kam caktume, sinqerisht jo, veç në përgjithësi... Na përshkruaj fjallën më të çuditshme që ta ka thonë dikush live si ngacmim. Po e marrë shambull të jetë rrugët që e qelin ndërtarën. Është pije! Jo, konja. Krejt të loku në shpirtit ata kësha unkër. Të loku i shpirtit është. Qka është aj? Për bez nuk e dina është ave qaj personet e. Të loku i shpirtit. Okej, kena të, shprehje. se mu kujtu në të tjera. O, s'kom kujtojnë momentalisht, se jetu më bu presion, aja nej tik nej, Po, se... esenca është të kjo presioni. Okej, Blerina. Cilën ftyrë publike nga emisioni Fthot e Nxehtë e kësheftu në një date, mundësisht të jetë ftyrë publike nga Kosova ose Shqipëria. Kështë pas qef në dalë një date. Për bes. Qa i kisanat ma vogërën? Oj, Allah, s'po di, s'kam nëj farë. Okej, kam edhe një intervist, edhe mas intervistës tjetër. O kry, këto jam. Apo më pret? Pa tjetër. Një duar të kitë se më do një date. Dejt me gërë Okej, nuk pëlqti ma me pinë, se pëlqti tash me numëru. Për 5 sekonda, bati, bëni gati, leo. Për 5 sekonda, keme këthy përgjigje, do më thonë mi numëru 3 gjëra. Për shembull, 3 fjallë me shkronjën D. Okej. Druri, Dora, Drenica në këtë rast. O, jena në rregull? Shkoj. 3, 2, 1. 3 pjesë më të bukura të Blerinës. Brendësia, bukuria, s'ka fjallë, edhe flokët. Flokët i dushë. A dush me prej kakër? Sa sekonda? Hupi, apo? Hupi. Ma e shpejt dush më Hupa. kom Blerin? Hupe, vëllau. 5 sekunda. brende. Majde Blerin, Dësh prova. 3 fjallë. Po, Po, që ti largojnë. sa shumë me të majtën. 3 fjallë që ja shpreh dikujt dashurin. Të dua të zemrën, të kam gjanë.
3 vendet më të sikletshme që ke dhuruar një puthje. Po ku koridori Manezës, mal edhe në furrë. Se që ta është qarë këtë të rraj, më falë për mos sincerit jam në furrë. Nështë ta që jo mund më falë. Jo, okej. Të si përdojnë darka, e lem, tash Po të qatë tash edhe për una. 3 fjalë me shkronjën K. Për të bërë Leo ka dalë, më falë edhe në shu dhe. A që edhe jerë. Vazhdo. Kamioni kantenjere dhe kombi. Bravo, për 15 sekonda i këtë thonë, bravo. Vazhdoj me tjetërën. 3 momentet. Do më thonë, kur je në siklet, cilat të jënë 3 veprimet që i bënë. I shtrëngoj durt, i kafshoj buzët edhe kruna. Marova me shtotë me prikë, shtas që pëse po krushti. Mësë jetë siklet, pak. Siklet. Okej, dhe pyetja e fundit. Qa më shliru. 3 vendet më hot si pas Blerinës. Për me dalë në dejtë e kam fjallë. Për një dejtë. Piknik, restoran dhe plazh. 23 sekunda e gjysë. Mos e te pra leo. E te pra leo, diçka personali ki me mu. 23 sekonda e gjysë. Bravo. Shanta. Okej, tha një vend hot, tha piknik. Edhe ta nova kështu, ti të lëq aty atin, një asi, okej, mes për imane. Një dorë tërkite për Blerinën. Blerinë. Piknik që më të tonë. Me kajta? Tani, pyetja e fundit sa i përket tëftu, sepse dënimin e kemë fund. Dënimin, jo, dënimin që kemë realizu, Leo ka me lëshu një kongë dhe ti kemë valzu. Me qenë se ke humë. Se kom humë mojën e shumë e shpejt kesh? Jo, ke humë dhe në kërën e parë. Ndërsa tani pyetja për ty është. Bleri. Në momentet kur jetat ka godit, në qëfar të forme. Të më në ato momentet ku ke qene dëpt. Në ato momentet ku gjithë qka duke që ka marrë fund. Nëse sot kujtohet një situatë të ti, që i kështë thënë vetët në ato momente? Fatmirësisht, Granet, fatmirësisht, sepse se cili ka situatat e ti brenda jetës, se cili mendon që situata e ti është më e vështirë se e tjetrit. Fatmirësisht unë nuk kom pas në situatë shumë të ndihshme dhe shumë të rënë brenda familjes edhe rrethit tem. Po jam pak e ndihshme si person për arsye se kam shumë dëmshuri për njerëz. Kështu që çdo që më ndodh në jetë, unë e mirëpres. Inshallah nuk na ndodh kërkujt kur gjë diçka e rronë e keqe që mos me mujt me përballu ose me përballu në mënyrë të keqe. Po unë çdo herë që kur çona për gjumit, mundona me qenë shumë falenderuese për gjithçka. Për prind mundona mi falenderu maksimalisht, sepse çdo prind për fëmijën e tij është aty në çdo situatë, si në suksese, si në dështime. Kështu që në vetës tonë jetën, prej momentit parë që jam bo me njoft vetën, gjithmonë i kom thonë, vazhdo se ka ma keq, ka dhe ma mirë, kështu që të knaqemi me çdo që i kemi. Keep going, Blerin, Granet, krejt, mos hek dorë për kur gja, vazhdoj ëndrat e tua dhe qaq. Kjo ma e bukra, me qenë falenderu, sepse parojnë, t'jemi falenderu çdo ditë për çdo sekundë kësaj jete, që është momentën e parë që i qelim sytë dhe... Absolutisht po. Fillojmë ditën. Blerin, falenderit shumë që ishe në ftohtë në zemë. Falenderit për ftesën. Knatësi. Nuk je ftoft heq, atë pjesën ftohtë, mund është me eliminu lirisht, prej me e ki lejen, se në zetë u kalla. Me këto pytje, me atë presion, me kitë zili, me leon, atje shumë presion kom posët. Bravo, Leo. Ndërsa ta një ftojmë dalë në mes të skenës dhe me na valzu... Me knova, plus ta është aty... Ku me ditë prej emocionet shumë ka dalë Çfarë këngë ka me lëshu Leo, po është koha që ke hup, sfidat qohet në vend. Hajde, Blerin.
بسأل شو بدك وانا دوخني الجمال اسمع 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 بدي انا شو بدي انا غيرك ما بدي شو مهضومة يا حبي يا عمري خليك حادي بدي انا شو بدي انا غيرك ما بدي شو مهضومة يا حبي يا عمري خليك حادي يما ويما ويما يما 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 ويما S'ke dënimi i rom, faleminderit Leo. Leo ta ka letu. Faleminderit shumë. Po balla është në impresionate e graneta. Shumë. Ka shumë i kongret. Faleminderit shumë. Shkojmë me çfarë këngë po e vazhdojmë, sepse më pas do të kemi një të ftuar të dytë. Faleminderit. Gëzimet të jetë për mua ishin të ralla dhe premtime tua vetëm për ralla. Koha kot kaloj se dhembja nuk treti, zemra se pranon realiteti. Sa ti ke dalë me tjetrin shehu, krejt i kam dit, por vetëm kam heshtu. Kam heshtu e kam shpresua se veti një dit do kesh ndryshua. Pash disit në ban, disit në ban, a e di sa t'kam durua, a me do me ban, se jam e ma, por unë kam qenë e dashurua. Pash disit në ban, disit në ban, qa ke mendu kur më ke traftua, a me do me ban, se jam e ma, dhe unë kam qenë e dashurua me njeri unë e gabua. Dorzona, nuk të qëj dorën femna, Leo? Qa kjo, ding shto? Me këcy pro. Hajde, on, hajde. A për bujna pache? Gjeta pache për bujna. Me ne, këto momente, kemi Ana Marin, vajzën ma viralja dhe bokserën e cila ka vejnë e tretë në Evropë. Pozicionë, të vidi qka me pia dënë, uj a qka? Një uj tjesht. Hajde. Pas një mini lufte dhe një vallëzimi që e patëm në shkoha që pruna dhe uj dhe me vazhdu muhabetin me Anën, Anë mirë se erdhe. Mirë se jo gjeta. Knatësi. Unë thash një vajzë boksere, një aktore po muj me thonë, po edhe një influencere, një vajzë që ka shku viral gjithandej. Qëshia mu njerë dhe? Mirë, faleminderit, ti qëshia? Mirë. Apo shove, a je pak ma relax? Jo, mas komplet asaj dhunet që ma bone nuk je mirë, nuk po muj mu koncentru, nuk po muj me folj, po si do të qoftë, puna e ka të vetën do të me vazhdu, edhe pse i lënduar. Po jo, se mirë ime. Ju jetoni jashtë, nuk jetoni në Kosovë. Po. Okej, keni ardhë pushime, fillimisht. Po na përshkruan pak kush është Ana Maria. Kështu me 3, 4, 5 fjallë tuat. Ana Maria është një ish boksera,
edhe kom marrë pjesë disa filma, po ashtot edhe si influenca, kom bërë disa marketinga e sene, që shtot. Pse ish boksere? Pse vendosi me ikdor prej boksit? është një histori shumë gjatë. Po... Pibina pak shkurt. Okej, pibina pak shkurt, pikat shkurta, po nuk mujta ma me vazhdu. Ke shumë sakrifice madhe për mu me lanë boksin, edhe u konë shumë njësi e keqe për mu kër e kum lanë, po thjesht në Kosovë s'ku mujt ma me vazhdu, sepse gjithmonë do batrejci edhe arrita me një moshë që thash, okej, nuk po shumë ma kur gjotë që mu i me arrit diqka qëto, kështë që po larguna në qëtësi edhe në heshtje. Hasa në shumë vështërsi, pa drejtësi. Po. Konkretisht, qëfar vështërsi ose pa drejtësi? Tu bo me hile, atë qka? Po dhe hile është pjesë e lojës, se këtë botën kanë me bo me hile, jo vështë e konë, unë atë pjesë e kuptaj, po thjeshtë nuk kom pasë mbështetje shumë të madhe që më mqu dikun ma naltë. Se nuk e kom pa vetëm për shamë veç në Kosovë më najtë, kom pas qef me bo gara edhe jashtë Kosovës, me marë pjesë na për kampionatit ndryshëm, po atë fat nuk e pata. Po ti realisht u shpall dhe vendin e parë në Kosovë, vendin e parë në Shqipni, vendin e tretë në Evropë, do më thonë nuk është pak, është një rrugtim me shumë suksese, pavarësisht sakrificave, po ka sukseset mdoja mena asaj. Apo të mungën kështu boksi? Po më mungën tepër, edhe pse e kom lanë, po në prapë vazhdoj me ushtru në fitness, e kom një thesë boksit atje në Gjermani, edhe aty po vazhdoj, thjesht pe eki pak mollin, sepse normal u konë dishka prej frejmërisë teme, ajo pjesë, kuptan? Dhe më thonë një më rritë me qatë frujme në boksit, ndiri këtë mosh. Qysh ju në konë familja ka rëshi zgjedhjes tonë dhe fillimisht në boks si femër? Atë kam përkra, atë kanë duar të rëkit? Babi gjithë mu më kam bështet, bile babi u kanë aj që më ka qu. Më ka thonë, anë, ta kom gjetë një trajner të bokset, thjesht i kom pas 2 zgjedhje. Ja me shku në boks, ja për me shku për nartë. Apo kuptan me vizatu me bo piktura, se edhe atë pjesë e bëj. Nuk ko që e kom lanë mange, po kom thonë direkt në boks, okej, une jam të shku. Edhe babi dhe bë thonë, mama pak u kanë jo, adën, po ka thonë, okej, se kjo qik është e vogël, nështë ta mrena një mujet ka me lana, dhe nuk mundet mase, nështë ta ka frikës të najsan, po thjesht, unë i kumë thonë, okej, veç një muj lemne, edhe ta një dalë, adën. Se mami pak ka den, të ke qik të kam nuk ban, po unë e kur ti dikon pa e përfundu atë temë nuk talë. Edhe mrena një mujit, pa tjetër që s'kom dalë, e kom vazhdu 8 vite me radhë. 8 vite? Po. Gjatë 8 viteve, të ka ndodhë na boksin me përdorë dhe jashtë ringut? Boksi të mësën me pas disiplin. Edhe unë e kom pas shumë disiplin në boks, kështu që edhe kur kom pas probleme jashtë, unë e kom ditë mi zjedhë me fjallë e jo me dhunë. Nuk ka gjithë shka dhuna, po unë e di shumë mirë më marë me fjallë, me i qetësu situatat edhe më largu. Nuk është pa tjetër veç me dhunë. Edhe pse nuk gudzojna, nështë ta e kanë të pruna është, po unë e prapë kom pas ta disiplinën që kom thonë, okej, nuk ja vlenë. Sepse unë i di aftësit mija dhe i di aftësit dikujna që mund me bo boks jashtë mrena, ringot, apo kuptan. Anë, s'kam qare va da bo këtë pyetje. Okej. Me qenë se 8 vite në boks, po thu që nuk është që e ke përdor boksin jashtë ringut. Pa i ka bo që boksi edhe fitoret e tua me i bo meshkujt me pas frikë pe i te e mu largu? Se pak. Po, unë e mrena në boks, im ka një tip këtë tjetër. Im ka në pak ma agresive, po flasë mrena në ushtrime në boks. Amo kërë këmë dollë jashtë boksit, unë nuk i këmë pasë të stani. Më kanë ajo ana e qetë, ajo ana femrore, ajo ana që ka nejnë shumë si zoj, ka di qësh me komuniku me njerës, apo kuptan. Po nuk e besoj që në ashta me shku t'ja lëngu për qatë arsye. Edhe pse unë jem kone koncentru në gjithmonë të karriera jem, me se sa dikun tjetër. Kena me shku të pjesë o pak ma vonë sa aty nga presin disa pyetje të nxehta dhe disa pyetje të ëmbla, po du me kalu pak të pjesa e aktrimit. Të që ke lujt në disa filma. Qysh ka qenë eksperienca jote si aktore? Ka pëlqy tepër.
kom pas disa filma, po mu ma shumë ngrek ajo aksion, apo kuptan. Edhe që aty e kom gjetë vetën ma shumë, po nejse, i kom pas edhe do filma që janë konë pak ma dëvojshëm, jo jashtë karakterit tam, po në prapë i kom bëdhe ato. Sa i dën kamerat kështu në përgjithësi? Kamerat i du tepër, më pëlqenjë, pse jo. Edhe më shkën. Cili kështë me qena i filmi që kështë pas qef me lujtë? Në qëfar filmi? Do më tonë, ma shumë aksion, apo ndoshta edhe pak romancë, një mix? Një mix ishtë bo, po ma shumë jam ka aksion. Ama kur të jam aksion, është të foqeshëm. Jo veç se po bojmë në i gjohë. Unë po bona shumë realjes, nuk kisha preferu një film në aksion. Se ti ndorë nuk ishe kanarë. Oke, e përmendet që edhe pikturën, vizatimin e ke qef kështu. Te pjesë artit në përgjithësi e kyqën. Ke me ndu ndajerë për shambull me shku edhe me muzik, me knu për shambull? Jo. Me krejt sanë tjera jo marë, po me muzik s'm ka shku menja asë njëherë. Për dance hip-hop kësha pas qef, po ato kom e lëm pak ma vonë, se du me shku në kurs në Gjermani për atë pjesë, sepse unë jam një tip që dishka kur nuk më funksionan, dërshtan, unë nuk ri pasive. Unë gjithë mund kom qef mu kanë aktive dhe mu marrë me sene të reja. Unë përveç buksit, e këtë në sene tjera marrë, kom lujt basketbol, futbol dhe shumë sene tjera, apo kuptan. Në pak ma matë shok kështu. Nuk i kom marrë ato pak ma seriosisht, po kështë për qef, për hobi, po i kom ba. Ama për muzik jo s'm ka shku menja asë njëherë. Në futbol, cilën pjesë ke lujt, ke mbrojt, a ke qenë sull ma ku? Në sull. Ta më puna, në sull më s'mu konë ana. Ama ma shumë nga dosht për tjera. Ma shumë për tjere? Po. Okej. Pak ma mbrojtje. Atë ka ra me mbrojt ma shumë kështu? Po. Okej. Sportin, përafërsisht ke e gdorë për i sportit. Me një farë mënyre. Do më pej boksit, futbolit, këto të kanë metë ma shumë të pjesa e hobbit. Po. Cilin profesion momentalisht jetu e ushtru si ona? Për momentin jam në Gjermani, po studiaj për infirmeri. Të më thonë jam jashtë krejt asaj sene që kom bo, po thjesht shkollën nuk e kom nalë asë njëherë, edhe më pëlqen për me kry këtë profesion, për ndryshë edhe mami jam e ka qitë profesion, edhe kom pas qef më ka njëjtë, që e përshëndes mami të në tepër, edhe po, amo për momentin jam fokusu të kjo, po thjesht kam nevoj pak me marrë vetën, se që të sene i kom lanë që tash për një herë mërë në një viti, po ndodhë që janë nolë gjitha, edhe aktrimi, edhe boksit gjitha. Po thjesht po prezë që ka nëjë surprizë e re më marrë në jetë. Me thonë, okej, hajde ana me bo, s'ka ma me nëjë pasive. Ke dalë, po e theme kështu një mini pauzë, për shkak se je fokusu në fakultet edhe shkollat merë pak shumë kose, infermeria nuk është shumë e letë, kështu që suksese në atë drejtim. Faleminderit. Urej që në cilën do fush me pas shumë suksese. Okej, po du me undalë dajnë tek një pjesë tjetër, Ana. Po kalojmë para se me kalu të pjesa e pyetjeve, po du me undalë tek një vide. Një vide që arriti miliona klikime gjitha ndej e një interviste të ndë në radio-televizionin 21 në Sunny Hill. Dhe një intervist që shpërthej, kaloj miliona klikime, shumë diskutime, fillimisht mu veshja jote ka qenë ten-ten, super perfekte, komplimente. Faleminderit. E pritet që ajo intervist me marë atë vërull të klikime fillimisht, edhe me shku virale. Me të regu drejt, une që atë intervist ku e kom bo, edhe mas asaj nuk më ka rani men. Kisha haru krejtë, pëse kom bo intervist. Edhe thjesht nesër ku përsho rjetët sociale, njerëzit të më thirë, ana e këpo intervistën, të është që ka ndodhë, dhe nësë jam të ditë kur gjo. Edhe që ku kom hinë në Facebook, e kom po shumë shikueshmëri të madhe, edhe pak jem nalë të komentet. Me të regu drejt, kështu si Ana Marim, unë nuk më interesën as pak opinioni tjerve. Unë gjithmonë e këshuri vetën, drejtimin tem, a janë të knaqët familja jeme me mu, dhe nuk më interesën as një koment jashtë që nuk më njojnë mu.
Po, thjesht shoqënia më tha ana këshiri komentet. Se zakonisht në rrjetet sociale kam, por nuk i këshiri asnjëherë, sepse nuk më interesojnë. Edhe shumicën e postën në komentet finale. Se thjesht e kuptoj se shqiptarët kanë qef pak me ngacmu me fjalë, jo me të ofendu, jo me bëna i sen se shqiptarët këtë punë me ka, edhe pse kisha pas qef mos me pas këtë punë heq, po thjesht nuk kam qa me bo këto. Po mas shumë ti që më ka ardhe interesant është e komentet se kanë reagu komentet shumëta për fenë katolike, sepse unë jam krishtere, edhe mas shumë të komentet që janë kanë për qëta. Dyqysh më imi u thonë shqiptarëve, jemi shqiptarë, si katolik, si muslimana e na e kena një gjak. Edhe dyqysh me ofendu njëni tjetërin në këtë aspekt, është pak marrë. Realisht, nëse ndalemi në përgjithësi me folë për komentet që vërshojnë për rrjetet sociale, të qoftë një intervistet e një fotografi, në moment që je ftyrë publike, njerës kanë me komentu që të shka. Shpesh herën ato komentet që ndoshta vinë prej komentuesve me profile fake, po ka dhe prej atyne që jënë shpi nuk kanë qka me bo, dhe fillojnë komentojnë në nxerën një mlef. Zakonisht në emisione kom thonë që këto komente nuk është mirë me as me i ledzu fillimisht, sepse është let me shkru një koment, po nëse ti kthesh që ati komentuesi me të njëjtën gju të urrejtjes, a thua prekan që ata komentues, apo harrojnë anën njerëzore. Ndërsa asaj për këtë çështjes fes është gabim, po si do të qoftë se cili është i drejt me mendua dhe me thonë çka do të që e mendon në fund të ditës. Çka ju kështë thonë gjithë aty në komentuesve sot nga studio e radio televizionit 21? Unë ju kështë thonë, falenderoj shumë për komentet negative që më keni dhënë mu. Thjesht, unë nuk jam se jo, edhe unë prap e kallëzoj edukatën teme, edhe nuk kthejna në atë gjuhë që shkanë folë të tjerë, sepse është letë me ofendu dikan, po është shumë zërë për me lavdu dikan. Leo, një duar të rëkitje. Po, thjesht kisha dosh pak me cek diçka që shteti duhet me u marrë me qitë pjesë, sepse shpeshar juve shtekon, unë po bazona edhe ndo video tjera që i kom po, për shembull gjithmonë janë konfliktet të fesë. Unë nuk kom qefur me hina drejtim se është muhabet i për i gjatë, edhe diskutim të i për i madhë, po thjesht duhet shteti me bo një ligj që kur të shohën me sfet, do me thonë me pas një ligj të i për të ratë. Jo me jabë dënime, jo me hinë edhe në borg, sepse në Gjermani ti nuk u të zënë me shajt i kanë me fejnë. Se të kërset dënimi sa që ti krycu, o zot qabona, pse e thash, apo kuptan. Na si shtet duhet më marrë shemëll, shqiptare me shqiptare me kalu mirë, me folë mirë, pse tek e fundit, kur ta këqyrë, ka ne kena shajt, shqiptarin. O shumë marrë, të më thonë, na në Evropin ato dasht me dollë, edhe me përparu me kulturën atjehit, ama kur ta këshyrën fund ditës, na njëni tjetërën e shojna. Të qysh na duhet mu bo të fort bashkë mu mbledh, edhe me pas një mbështetje prej kumbit tonë, e jo neve me na shojt, apo kuptan. Se tek e fundit veshja, festivali, o gjithë shka prej vetë që dënë. Më kërkush me zorë nuk më ka qitë, unë jam e madhe, jam e vedishme që bëj, familja e me din që bëjon, kështu që komentus tjerë i thamë, me arroni pak ma qëllë. Na ka vërbu pak një lloj xhelozie, një lloj mlefi në përgjithësi që kërkush nuk e dim pse, mjafton me hi, me nxjerr të keq, ka njerë që paragjykojnë veshje, ka njerë që paragjykojnë fe, ka njerë që paragjykohen në stil tjetës ose në gjithë shka tjetër, por harrojnë që duhet ka njerë dhe një fjallë tëmbël, edhe që është shumë e rëndësishme. Si në rrjete sociale, si në televizione, si ku do, ti e i lirë me hek, me bo skip. Edhe s'ki nevoj me komentu, s'paku mësë me u marrë heq me atë pjesë, sepse ti nuk e din kush është Ana, kush është Graniti, kush është aj tjetër, ose qëfar historie, është mirë që nga njerë me reflektu në vetën e vetë, jo çdo herë jeta dikujt ndoshta mundet me u do këtfush me lule, po kërkush nuk i kam baf këpucat ati personit edhe me ekë qka do që ka heka i njetë. Kështu që, ma shumë dashni njerëz, ma shumë dashni se në ka kapa e arsira, kështu që letë mbizotëroj pozitivitetin. Si do qofë më pëlqej fjalla që e the, dashni për krejt ata dhe që kanë shprej fjallë nga më të ndryshmet. Kështu që, një do artrokitje për anën Leo tash.
Dhe tani Ana, po të ftoj të pjesa e pijeve, ko me të sfidu me disa pyetje dhe disa loja të ndryshme, të shojme një pjesë komplet tjetërës të Anës. Leo, njësë janë i kongë disa të janë isim atje. Bravo, Leo. Jemi të këpjesa e lojrave, pjesë sfidave të ndryshme. Para se me kalu të sfida, edhe të gjithë të pije, nuk di qa keme pija, apo qka nuk keme me pi, po m'intereson, më konë shumë e sinqert me një pytje. Me qenë se, video ka kalu mbi miliona shikime, komente po ashtot. Qysh kanë qenë prindrit karshit teje për shambull të kjo pjesa, kanë qenë të vrasht, ajo në lëndu, ajo në prekat, kanë thonë që më zvazhdo ma naljo, qysh kanë qenë komentet e nanës edhe babes në këtë rast? Në këtë rast, koment babim ka thonë, anë intervjizën e ke bërë shumë mirë, ke folë shumë bukër, edhe kena kesh me një farë pjese, kur onë në pikë ditës, më thonë natën e mirë, edhe kena kesh shumë që atë, po ashtët, babi tha komentet ana nuk i nevoj me ledzu, asë më undu kupit tëna, edhe thjesht i kom ledzu dhe ona, po nuk ish kam ju bo njerëzve, na të njohem si prend, se qëfar që kena, që kena eduku, edhe për thonë kështë që për komenta asë më stanin të i vazhdo, sepse për ki njerës që të urejnë të kime përparu ma tepër. Kështë që jam shumë krenar prind me mu, edhe unë jam shumë krenar me prind që farë kam. Se më bështesin gjithdo në aspekt. A ndodhë që femnat e bukura paragjykohen shumë edhe ndodhë që ndoshta për shkak të paragjykimeve të shumë ta me ndalja tezën e punës edhe me umshenë vete? Për tjerat nuk i di, po flasë për vetën, unë e gjithmonë nisna për vetës teme, unë e një vetën teme se qysh jam, unë e nuk bëj gjithë shka për famë. Unë e bëj vizë për qef. Të më thonë, kërë është që është të hezë, okej, në regull, ka për shamull tonë, dikur jam kanë shumë virale, dikur më kara Instagrami komplet, po kur s'kom bo për shamull drama ose në ajstan që për me dhezë, për me hiveq, si për më bo ma virale, apo kuptan me bo gjesa në ajstan jo. Unë gjithmonë e kumë prit, vjen mirë, që s'vjen është në regull. Në një farë fjale nuk ndikojnë komentet. Okej, Leo, let's go! Hajde. Po du me undalë pak tek, këtu i kemi opcionet, keme zgjedh në sekonda të shpejt cilën prej cilës. Aje gati. Boksi apo aktrimi? Boksin. TikToku apo Instagrami? Instagramin. Komentet pozitive apo negative? Komentet pozitive. Ring apo tapeti kuq? Tapeti kuq. Okej. Fitore apo famë? Fitore. Hakmarrje apo falje? Falje. 1 milion shikime apo 1 medalje Evropës? 1 medalje Evropës. Të duan apo të respektojnë? Të më respektojnë. Dhe, toft anë zetë? Toft. Bravo. Runde i parë, ke shkojmë me tjetërën. Këtu po m'intereson, në një sfid, këtu jena në ring të pyetjeve. E njëjta parafërsisht, kush fiton në një debat? Ti apo nana? Nana. Kush është më kokëfort, ti apo ish trajneri? Trajneri. Më shumë selfie apo stërvitje? Stërvitje. TikTok apo palestër? Palestër. Qëfar të në bën nervoz më të shumë ti? Njerëzit fake, edhe njerëzit që rajnë. Kush të bën të qeshësh më shumë? Familja. Je hakmarrëse apo falë? Falë. Kush është personi që nuk i thua kur jo? Babi. Okej. A e gati? Po. Okej. Single apo në një lidhje? Single. Single. Shkoj. Tu ki të drejt më smu përgjith, tu ki të drejt me pi. Pijet janë nga më të ndryshmet, ki pije prejt më të mirave, dhe i pak ma jo më shijet të mirë. Kështu që zgjedh. Ana, personi më i famshëm që të ka shkruar në DM.
thuaje ose pije. Okej. Okej. Në rregull. Personi më i bukur nga fytyrat publike sipas Anës. Asnjëri. Asnjë? S'm pëlqej. Okej. Okej, vazhdojmë. Sa screenshot i ke në telefon të bisedave të ndryshme? Bisedat i muaj, screenshot kam veç të mësimeve. S'kam nëjë screenshot këse dramave u këta dion. Okej. Vazhdojmë. Hera e fundit që ke qarë dhe pse? Pse mojnë men. Me cilin person të famshëm do të pranoje të dilin një darkë? Kush që pas qef me të ftu, realisht? Ma asnjani, janë këtë me në mëdhaj. Futbolist, këngëtar, aktor, influencer. Do më thonë, po e zgjedhe në cilin kategori kështë pas qef. Naj këngëtar, aktor, sportist. Kësha thonë naj sportist, banë. Naj sportist. Okej. Sa personat famshëm të kanë shkruar DM pas videos virale? S'kom himi ledzu asnjë. Nuk isha mesazhet që kam shkojnë. I kom nalë këtë notifikashat. Okej. Që sa ko je single? Puthja e fundit. Se di. E ke puth mamin ana i këm para se marë. E jo, kërkan. Kërkan. Okej, do me thonë nuk përna të regën. Vazhdoj me tjetërin. Ka na i piti pak ma shtirë, se këtu shumë të leta. Shumë të leta. Pa. Na falni, shkojmë të pyetje e ronda. Okej. A ke provuar trileqe? Jo. Cili ka qenë, thua sot ose pije, mashkulli, i cili të ka lënduar? S'më ka lënduar s'kosh. Këngëtari i cili të shkruan vazhdimisht në DM, zbulo emrin, ose pije një pije, ose mere telefonin dhe të regëna. Si aktore, do të pranoje të luaje në filma për të rritur? Jo. A je sigur? Po. Okej. Vazhdoj me pyetjen e para fundit, me qenë se jemi nga fundi i pyetjeve. Cili është red flag që ja jep një mashkullit që në takimin e parë? Dhe arsyeja pse? Kur janë shumë me në mdhaj, edhe kanë qef me ushit me sanët materiale. Jone kam kështot, jone kam ashtot direkt. Anëlo. Nuk është taj për mu. Qëfar nuk do të pranoje kur në një lidhje? Tradhtim? Nuk e falë tradhtim. Asnjëherë. Atë kanë tradhtu? A tradhtu omon? Ta i e më të single, nuk e di. Jo. Lea? A tradhtohet ana, as tradhtohet? S'po ma merë mene, valla. Okej. Apo dhu sa dikti. Me qenë se ana nuk tradhtohet, a ka tradhtuar ndonjëherë ana? Jam shumë besnike. Okej. Dhe shkoj me pjesën sentimentale. Melodin. Ana, këto momente kësha kërku nga ti me i mbyllë sytë. Okej. Edhe me mendu, për ta përshkruj njerë, pas ta ju së mbaja dhe hapë, nuk është diçka. Me mendu, ndoshta edhe ato komentet negative, ndoshta e mendu edhe atë anën e vogël, kur ka qenë si fëmi. Dhe sot, nga studio e ftohtë në Nxehtë Samër, qka i kështë thonë andrave tua si fëmi, ato që i ke mendu, edhe gjithë këto vështërësit që të sjell jeta, këto komente, gjitha këto, qka i kështë thonë ana anës?
Thjesht i kisha thënë që jam krenare për atë anën e vogël që s'u ka dorëzu kurrë. Edhe pa marrë parasysh se çdo fatkeqësi që më ka ndodhur në jetë, i kam përballu edhe i kam kalu. Kështu që jam krenare për atë anën e vogël. Dhe pjesa e fundit është kam bërë, s'kam bërë. Këtu i kemi edhe 3 pyetje, më pas e përfundojmë intervistën. Okej. Ana. Hajde. A je deur ndonjëherë që s'ke ditur se çfarë ka ndodhur mbrëm? S'kam bërë. Okej. Ana, a ke puthur dikë duke menduar dikë tjetër? Se kom bë? Okej. Ana, a e ke qitë në ikon knockout? Shpeshar bile. Okej, dhe pyetja e fundit. Ana, vendi, këtu e dush me u përgjigj ose me pi, ose me bëhe kam bë se kam bë. Më i çuditshëm që ke dhuruar një puthje. S'ke bo. Sa vjeti ki, Ana? 22. Dorën falë, se ti pas nga bot do pyetje, sigur me pas 30. Mi do artokitje për Anën. Ana, falenderit shumë që ishe pjesë në Ftohtën December. Që shkallove kështu në përgjithësi? Tepër mirë, tepër jam nisin shpesh, të intervista ju kanë tepër e mirë, pyetjet ju kanë tepër të bukura, kështu që pa më pëlqen. Cilën pyetje s'kishe dash me ta busonte? Këtë janë perfekt, s'm penges njëna. Do më do s'ke ditë shka e sikletshme. Jo. U kry. Atëherë, Ana, falenderit shumë, ne të urojmë shumë suksese, edhe të presim, a vjen dimrit ma shumë a verës për Gjermanisë? Dimrit, besoj ka në djetor që atëherë. Kur të vesh në djetor, për posë që e kom ditë Indjen, ma apru një dhurat për Gjermanisë, edhe me kënë pjesë në studion tonë, sepse atëherë këna me të sfidu komplet në ditë shka tjetër në sezonin e re. Pa tjetër. Deal? Normal. Ok. Do gjojmë një këngë nga Melisa dhe rikthehemi në Ftohtën December. Dashurova sytë e bukur, sytë e djallëzisë, baharove në shkatrove pa huberinë. Dashurova sytë e bukur, sytë e djallëzisë, baharove në shkatrove pa huberinë. Vetëm qaje, s'padoje të qeshje, për thërisje si e marë moj. Hajde, hajde, pra ti vetëm qaje, s'padoje të qeshje, për thërisje si e marë moj. Hajde, hajde. Nuk jeton jam unë, dhe po pia vetëm, dhe pa ty u po mendoja moj, si ta kaloj jetën. Nuk jeton jam unë, dhe po pia vetëm, dhe pa ty u po mendoja moj, si ta kaloj jetën. Vetëm qaje, s'padoje të qeshje, për thërisje si e marë moj. Hajde, hajde, pra ti vetëm qaje, s'padoje të qeshje, për thërisje si e marë moj. Hajde,
Do vazhdojmë rrjedhën e emisionit, sepse nuk mëjna me lëshu Melisën pa e pyet qa ka treja, qka s'ka tre qushe Melis. Mirë, Granet, Na ke mungu këto ditë nxehta të verës, më në nëzit që të po qa erdha. Qysh pas shkan këto ditë nxehta? Te për mirë, nonën e muzikës super, nonën e shëndetit të merë. Pse bre, Qashtu me elmime me sene. Mës haqët shka. E vërtet. Pjena për dasma, restorante të shumë, ta të shku të hongër, po getë që aty u ka lëshu. Po të shën dasme, po të shën aktive edhe në mramje, dyjat bashkë nuk po i lëshën, kështu që po getë edhe shpirti, po të trupin ali pakse. A ma letë me knu, a mi u bërtit në zonësave, me thonë qëtësi? Në zonësave nuk është si ju bërtaz, vëlla me tregu drejt, kështu që ma letë për mush me knu, sa e letë si shkon me ju bërtit. Ku marrë një ditë ku jetu jep mësimet pas farë mësuseje? Ashtë e vërtet. Po, ku marrë dhe vlaun të me veti edhe me patë qysh po shkon procedura. Tani unë edhe kjo janisi me knu, se vështë me fasohesh. Melis, na ke premtu shumë herë në studion tonë që keme lansu kangë, po nuk ke lansu. Jo, në fakt e kom lansu. Po e ke lansu kangën me videoklip para 2 muaj gati. Po, qashtë. Qysh shkoj? Një balad dhe mirë, baladu, vetë se ko nuk e kom gjithë taktume se ma shumë. Baladat është që ngon ka sezona e dimret, edhe vonova pak edhe kom qitë pramberë. Kur do të vinë kangë të reja, Melisa? Prej shtatoret. Ke me ndu kështu më konë ma aktive me lansimet kangëve? Po, pa tjetër. Ka jeta private personale? Qka ka tre? Kur zë nuk ka tre, qa ku me pas garit. Naj dashnia, diçka, qa o bulla? Es kur zë. Se? Nuk e di, nashta së është që më fokusuan e... Asun po gjenë ko? Pse di, nashta dhe njeri në turë. A, vlau nuk e kena këtu, ka dalë. Kështu që lirë shpreo së është... Jo, në është lirë edhe para djarit shprena, sa i din krejt. Po të nga të smëj. Naj preferencë kështu, a ki për shambull për dashnia, apo thjesht qka vjen mirë se vjen? Jo, vëlla nuk është që kam preferenca dhe pritshmërit zero. Se ma mirë është me pa dhe me bo. Leon, zakonisht e gena që i sfidën musafert me presion të kohës, sot ka kërku që me të sfidu ty konkretisht me diçka tjetër. Qka ka përgatit? Leo nuk e di. Leo? Leo janë aspo as ju. Dhe me thonë aspo as ju. Nuk ki të drejtë me thonë aspo as ju, në moment që e prekit që të Leoja fillën, nëse të po, mbarove. A jena goti kënë? Emrin Melisa, apo? Melisa e kam. A je këngëtore? Jam. A ki presion për skenës? Kur nuk kam. Këndën kongë dësh? Këndoj gjithë. A je ma e mira në strodë? Besoj. A i lexon komentat e Fonsav? Fonsa nuk besoj që kam, po i lexoj komentet për klasë. A thash po? Po i lexoj. Okej, bravo Leo, bravo Leo. Leo, bravo dhe pytet e mira. Leo, përgatit të tash dherë me pas një rubrik tonë dhe nas po as jo. Melis, fajnderit shumë. Fajnderit e të ty. Me humbe, plus sot në ftotën në zetësamër i ke hub 2 pjesë. Se 2 pjesë? E ke humbe po, edhe e ke hub mës me kënu ma, se djarën për marën për sotë. Ta është të pras djarën. E pranoj. Okej, Melis, fajnderit shumë që ishe pjesë e jonat, urej shumë suksese, këngë në shtator, të pres në studio, edhe gjderë është knatësi me dëgju zonjën tënë të mrekullueshëm të interpretu. Gjithashtu Granit me shumë knatësi. Knatësi. Jo, s'ke vdek, lull kusja e Gjakovës, o ne me
qakovës, garimet moj krenaria jon. Heja si fjallë, si shpëtoj, o pejgoje, nano sa shumë duroj. Hej, hej, nano sa shumë duroj. E shkum të pa